Presidenti rus Vladimir Putin ka parlemruar se Rusia është e gatshme për luftë nëse Europa e kërkon një të tillë, duke akuzuar udhëheqësit e kontinentit se po përpiqen të sabotojnë një marrëveshje mbi konfliktin e Ukrainës. Komentet erdhën ndërsa i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Steve Witkoff dhe dhëndri i presidentit Donald Trump Jared Kushner ishin në Moskë për bisedime mbi përfundimin e luftës gati 4 vjeçare, të cilët u paraprin në ditë të tëra diplomaci intensive. Ne nuk planifikojmë të shkojmë në luftë me Europën, por nëse Europa dëshiron dhe fillon një luftë, ne jemi gati që tani, ka thënë Putin gazetarëve. Ata nuk kanë një agjendë paqësore, ata janë në anën e luftës, shtoi ai, duke përsëritur pretendimin e tij se udhëheqësit europian po pengonin përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërmjetësuar paqen në Ukrainë. Ai shtoi se ndryshimet europiane në planin e fundit të Trumpit për t'i dhënë fund luftës synonin vetëm një gjë: të bllokonin plotësisht të gjithë procesin e paqes dhe të paraqisnin kërkesa që janë absolutisht të papranueshme për Rusinë. Washingtoni ka paraqitur një draft me 28 pika për t'i dhënë fund konfliktit, i cili më vonë u ndryshua pas kritikave nga Kievi dhe Europa, të cilët e konsideruan atë si një përgjigje ndaj shumë kërkesave maksimaliste të Rusisë. Plani për t'i dhënë fund luftës mbështetet nga Trump, por vendet europiane kanë frikë se rrezikojnë të detyrojnë Kievin të dorëzohet ndaj kërkesave ruse, veçanërisht në territore. Duke patur frikë nga një agresion i mëtejshëm rus, Europa ka thënë vazhdimisht se një paqe e padrejtë nuk duhet të imponohet Ukrainës.